mashkull bllokohet sepse duhet të japi më shumë se sa ç'mund të japi ose ka atë ndjesinë që ndoshta nuk do japi atë kënaqësinë që do të japi dhe e bllokon dhe nuk arrin dot që të kalojë as në ereksion. Ndërsa kur flasim për moshë më të madhe, moshën 50 vjeçare e sipër, përgjithsisht janë probleme të sferës seksuale ose probleme të deficitit erektil që kanë më shumë bazë organike. Çfarë është baza organike? Përgjithsisht janë meshkuj që kanë hipertension, janë meshkuj që kanë diabet, janë meshkuj që kanë probleme të kardiovaskular në përgjithësi ose probleme të obezitetit, janë probleme që çojnë pastaj dhe dopërtohen dhe në shqetësime të sferës seksuale. Atëherë, kur flasim për infertilitetin, arsyet më të shpeshta të infertilitetit tek meshkujt janë stili jetesës në shumicën e rasteve. Pastaj normalisht kemi edhe sëmundje organike që çojnë në përkeqësim të spermës. Kur flasim për stilin e jetesës, flasim për meshkuj që janë obez, për meshkuj që kanë vese të ndryshme, siç mund të jetë alkooli, siç mund të jenë drogra të ndryshme, që mund të çojnë në përkeqësim të spermës dhe sikundrejt dhe të fertilitetit. Prandaj, këshilla kryesore kur flasim për fertilitetin tek meshkujt e ri, se normalisht janë ata që kërkojnë të bëhen prind, është modifikimi i stilit të jetesës. Domethënë që të bëhet sport, që të evitojmë sa më shumë të bëjmë gjithë ato teknika të mundshme për të evituar sa më shumë dhe stresin, sepse stresi kronik është arsye tjetër që shkon dhe përkeqëson fertilitetin, dhe gjitha veset, domethënë modifikimi i veseve që duhen eliminuar, duhet eliminuar duhani, duhet eliminuar drograt nëse konsumohen, duhet eliminuar alkooli, sepse janë gjithë faktorë që shkojnë dhe përkeqësojnë fertilitetin. Pastaj, arsyet të tjera që mund të çojnë në infertilitet janë probleme si për shembull varikoceli, që është një ndër shkaqet kryesore në moshë të re për të cilat operohet, është një zgjerim i enëve që shkon dhe ushqejn testikulin, që bën përkeqësimin e cilësisë së spermës. Zakonisht këtë shqetësim shkojmë dhe modifikojmë kur kemi bërë një analizë të spermës dhe kemi parë që kemi një përkeqësim të spermatozoidëve. Në këtë rast shkohet dhe bëhet operim varikoceli. Është i vetmi rast për cilit ne operojmë varikocelin. Dhe kemi vënë re, kemi parë, edhe pse në libra nuk ka një, le të themi, një koncept fiks që varikoceli i operuar çon në përmirësim të fertilitetit, ama në eksperiencën e çdo urologu është vënë re që në moment që ne bëjmë operim varikocelin, kemi një përmirësim të spermiogramës. Spermiograma është analiza që bëhet për të parë cilësinë e spermatozoidëve. Pse një grua duhet i drejtohet urologut, pse një grua duhet të bëjë një vizitë urologjike? Zakonisht femrat vinë tek ne në shumicën e rasteve, le të themi që është gjëja më e përgjithshme që prek shumë femra, janë qistitet rikorrente ose më saktë infeksionet e fshikës së urinës, që nuk janë ato që ndodhin një herë në jetë, sepse ato që ndodhin një herë në jetë përgjithsisht trajtohen nga çfarëdo lloj mjeku me një kurë antibiotike, por janë ato që ripërsëriten. Pse kemi qistitet, pse kemi infeksion të fshikës së urinës, ka shumë arsye për cilat kemi dhe fatkeqësisht prek shumë femra, ose më saktë në jetë mund të preki gati 90% të femrave, sepse në periudha të ndryshme, ndoshta një herë të ka rastisur 16 vjeç, një herë të ka rastisur 20, në shumicën e rasteve ndodh një herë edhe fatmirësisht, por që ka shumë raste që bëhen rikorrente. Në raste që bëhet rikorrente, është shumë e rëndësishme që t'i drejtohesh një urologu për të bërë gjithë trajtimin e parandalimit të këtij infeksioni që është normalisht limitues në jetën e përditshme. Përgjithsisht, parandalimi ose trajtimi që bëjmë mbi qistitet janë edhe këtu është modifikimi i stilit jetesës. Normalisht, nëse ne kemi një zor të trashë që funksionon mirë, që është arsyeja për cilën kemi një infeksion të fshikës së urinës, do kemi edhe më pak infeksionet të fshikës së urinës, kështu që ka shumë rëndësi dieta. Ka shumë rëndësi që gjithë sistemi jon të funksionojë mirë, që sikundrejt të çojnë në përmirësim dhe të fshikës son. Kështu që këshilla kryesore që duhet bërë është përmirësimi i ushqimit që ne konsumojmë, pirja e ujit që është
banale, po është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe normalisht gjitha pastaj trajtime që ne bëjmë, sepse kemi trajtime të ndryshme që shkojmë dhe ndihmojmë mukozën e fshikës së urinës që të mos jetë e prekur nga bakteret dhe të evitojë infeksionet. Atëherë, më të shpeshta tek femrat kemi infeksionet e fshikës së urinës dhe gurët në veshka. Le të themi që gurët në veshka prekin shumë femra, prekin femra në moshë të ndryshme, dhe le të themi që kjo është ndoshta pak më e përgjithshme si sëmundje. Normalisht që kemi edhe shumë shqetësime të tjera për cilat femra i drejtohet urologut, por këto janë ato më të përgjithshmet. Infeksionet urinare kanë lidhje me sferën seksuale, kanë lidhje sidomos kur flasim për meshkujt. Normalisht tek femrat janë më pak të lidhura dhe në moment që kemi një infeksion urinar, siç mund të jetë cistiti, normalisht mendimi i fundit është besoj akti seksual. Dhe mendimi i fundit jo vetëm psikologjik, por realisht dhe fizik, sepse normalisht në momentin që ne kemi një infeksion, kemi një rritim të mukozës, jo vetëm të fshikës së urinës, po edhe të gjithë pjesës gjenitale. Dhe i rritimi i mukozës çon dhe në një akt seksual ndoshta edhe të dhimbshëm ose të bezdisshëm, gjë që bën që të evitojmë aktin seksual kur flasim tek femrat. Ndërsa kur flasim për meshkujt, nëse ne kemi një infeksion të testikulit ose një infeksion të prostatës, pikë së pari është e këshillueshme që të mos kemi një akt seksual, sepse shkon dhe përkeson akti seksual infeksionin që ne kemi në atë moment, por dhe infeksioni vetë bën që të kemi më pak, le të themi tek meshkujt, më pak ereksion dhe më shumë vështirësi për mbajtjen e ereksionit. Sepse infeksioni vetë, duke quar një inflamacion të përgjithshëm, bën që të mos arrijmë këtë akt. Dhe jo vetëm, gjatë akti seksual është më e vështirë që të kemi dhe një ejakulim të fiziologjik normal. Urinimi pas një marrëdhënie seksuale parandalon infeksionet, është e vërtet apo mit? Është e vërtet. Normalisht është e këshillueshme që pas një akti seksual të urinojmë. Në disa botime, le të themi në disa kërkime, thuhet që urinimi duhet bëhet brenda 15 minutash, sepse shkon dhe shpërlan, largon ato bakteret që mund të krijohen që mund të transmetohen gjatë një akti seksual, kështu që e vërtet. Disfunksioni erektil ndodh vetëm në moshë të madhe, është e vërtet apo mit? Është mit, sepse disfunksioni erektil ndodh jo vetëm në moshë të madhe, por ndodh edhe në moshë të re. Arsyet janë të ndryshme në faza të ndryshme të jetës. Normalisht në një moshë të re kemi ankth të performancës seksuale, domethënë ti ke frikë që do shkosh keq dhe shkon keq. Dhe në një moshë më të madhe kemi pastaj problemet organike të ndryshme që çojnë në probleme të deficitit erektil. Sa e shëndetshme është marrëdhënia seksuale për prostatën tek meshkujt? Është shumë e rëndësishme një marrëdhënie ose një jetë seksuale aktive për të pasur një prostatë të shëndetshme. Normalisht nuk ka një numër fiks për cilin duhet të kryejmë një akt seksual në brenda një jave, por që edhe aty ka shumë kërkime që thonë, domethënë 2 herë në javë, 3 herë në javë, 1 herë në muaj. Kemi bërë publikime për çfarëdo lloj argumenti të mundshëm dhe në disa publikime thuhet që duhet të jetë diku të 2-3 herë në javë realisht, që të kesh një jetë të shëndetshme, jo vetëm të prostatës, po një jetë të shëndetshme në totalitet. Domethënë një mashkull ka nevojë që të jetë aktiv në totalitet, që ndikon dhe në jetën e përditshme dhe në stilin e jetesës së tij, domethënë. Një ndër pyetjet që më vijnë shpesh sidomos nga femrat është: kam djegje gjatë urinimit dhe gjithë analizat janë në rregull, çfarë duhet të bëj, çfarë kam? Pikë së pari duhet kuptuar se kush janë analizat që kemi bërë për të thënë gjithë analizat janë në rregull. Nëse kemi djegje gjatë urinimit, në shumicën e rasteve kemi të bëjmë me një infeksion të fshikës së urinës. Dhe në një infeksion të fshikës së urinës është e rëndësishme që të bëhet një analizë urine me kulturë, një kulturë analizës së urinës, ose më saktë quajtur urinokulturë. Nëse kemi një pozitivitet të kësaj analize, atëherë kemi një infeksion urinar bakterial. Ama nëse kjo analizë është negative, nuk e eviton faktin që ne mund të kemi gjithsesi një infeksion të fshikës së urinës,
abakteriale, do më thonë jo bakteriale. Dhe në të dyja rastet janë të rëndësishme trajtimet. Normalisht në momentin që ne kemi një infekcion bakterial, marrim një terapi antibiotike. Nëse kemi një infekcion jo bakterial, shkojmë dhe marrim një terapi antiinflamatore. Pyetje tjetër që më vjen, sa herë në ditë duhet të urinoj? Është e vështirë të themi një numër se sa herë në ditë duhet të urinosh. Është më shumë e rëndësishme të kthehemi mbrapsht dhe të themi se sa shumë duhet të pim. Normalisht është të këshillueshme që të pihet 1,5 litër 2 në ditë ujë dhe në bazë të kësaj sasie lëngu që ne kemi konsumuar, normalisht kemi frekuencë të ndryshme në mënyrën e urinimit. Përgjithsisht një fshigës urinare tek femrat mban diku te 300 mililitër, kështu që përgjithsisht ndjesia për të urinuar është kur ne kemi 300 mililitër. Tek meshkujt është pak më e madhe, është gati te 450-500. Kështu që varet nga kapaciteti i fshigës së urinës, varet nga konsumimi i lëngjeve që ne kemi bërë gjatë ditës për të thënë se sa shumë kemi urinuar ose nëse është normal urinimi jonë. Për të kuptuar nëse kemi një funksion të mirë të veshkave që transmetohet në urinim, bëhet një analizë e gjakut dhe është ajo që na e thot se si funksionojnë veshkat tona. Pyetje tjetër është, partneri im ka një rënje të dëshirës seksuale dhe të ereksionit. Ka lidhje me shëndetin apo është problem psikologjik? Për të kuptuar se kush mund të jetë problemi, normalisht duhet t'i drejtohet një mjeku urolog, duhet të bëj një sër analizash për të përjashtuar të gjitha problemet organike. Ne kemi thënë që në shumicën e rasteve tek meshkujt problemet janë psikologjike, por nuk mund të etiketojmë një mashkull me deficit erektil për probleme psikologjike nëse ne nuk e kemi bërë gjitha analizat që përjashtojnë çfarë do lloj problemi hormonal ose organik të tij. Shpeshherë vërej që njerëzit hezitojnë t'i drejtojnë një mjeku dhe hezitojnë sidomos t'i drejtojnë një mjeku urolog. Pse është e rëndësishme t'i drejtohesh një mjeku? Është e rëndësishëm edhe pse në kulturën tonë kemi shumë pak fatkeqësisht ato parandalimin e sëmundjeve, gjë që bëhet gjithmonë e më prezent në jetat tona, sepse ndër vitet është rritur gjithmonë më shumë mbi jetesa që ne kemi. Do të thonë ne jetojmë shumë më gjatë dhe duke jetuar më gjatë kemi më shumë probleme shëndetësore dhe kultura jonë ka ndryshuar. Normalisht më përpara kemi pas më pak kulturën e parandalimit, ndërsa tani shoh që është pak më prezente. Në Europë është shumë më shumë normalisht. Në Shqipëri ka filluar të jetë. Ka filluar të jetë ama e vëret në moshën e re, ndërsa në moshën më të madhe akoma hezitohet si gjë. Unë i këshilloj që gjithëve që t'i drejtojnë mjekut dhe kur flasim për urologun, meshkujt si për moshës 50 vjeçare, sepse është e rëndësishëm që të bëhet trajtimi i parandalimit, sidomos të problemeve të prostatës, që mund të çojë për shqetësime benigne në shqetësime shumë të mëdha, po ashtu edhe shqetësime të tjera siç janë ato të tumorit të prostatës, të kancerit prostatës, që është shumë e përhapur si sëmundje dhe është e rëndësishme që të diagnostikohet në kohë. Nëse diagnostikohen në kohë, janë gjitha sëmundje të kurueshme. Nëse diagnostikohen me vonesë, bëhet pak më problematike. Kështu që, sidomos mbi këtë pjesë, është shumë e rëndësishme t'i drejtohesh urologut. Gjë që vë re në gjithë këtë periudhën që kam filluar të vizitoj dhe në Shqipëri dhe të punoj në Shqipëri dhe jam shumë e kënaqur për këtë gjë, është që fatkeqësisht kam shumë pak pacient në një moshë të madhe që vinë dhe më drejtohen mua për të bërë një vizitë. Kur flas për pacient në moshë të madhe, flas për moshën 50-60 vjeçare. Ndërsa shumica e pacientëve që vinë në vizitë janë mosha 20-30, maksimumi 40 vjeç. Dhe argumenti kryesor për cilin shkojmë dhe trajtojmë është deficiti erektil, që është një argument edhe pse duket shumë i rrallë, i largët nga çdo person me cilin ti ke përballë, realisht është shumë prezent, është shumë i përhapur dhe arsyet kryesore për cilin e vëre, sidomos në Shqipëri, fatkeqësisht këtë gjën, janë gjithë mënyra e të jetuarit që kanë. Domethënë, një mashkull tipik 25 vjeçar që më drejtohet për probleme të deficitit erektil, që konsumon hashash, që pi alkool, që bën një jetë sedentare, që ka një keq ushqyerje, që shpeshherë
dhe konsumon drogra që janë pak më të rënda se sa që mund t'jetë ashashi. Dhe janë të gjithë faktorë që shkojnë dhe ndikojnë në sferën seksuale. Dhe janë faktorë që sado mund t'i ndihmoj me një terapi që normalisht funksionon, nuk trajton në mënyrë definitive problemin që këta persona kanë, sepse problemi kryesor është mënyrat e të jetuarit. Dhe nëse ne modifikojmë në këtë rast mënyrën e jetesës, në mënyrë të drejtë për drejtë kemi dhe një përmirësim të sferës seksuale. Dhe plus kësaj, normalisht nëse unë jap një trajtim farmakologjik një pacienti që është 25 vjeçar dhe që konsumon kokain, konsumon alkool dhe merr dhe këtë ilaçin në të njëjtin moment, e bëj më të rrezikshëm mundësinë për të pas një smundje kardiovaskulare, për të pas një infarkt, edhe pse në moshën e re është më pak prezente, kur kemi një kombinim të gjithave këtyre substancave, bëhet më i prekshëm si fenomen. Kur flasim për të rit, argumenti për cilin duhet t'i drejtohen urologut janë problemet të testikujve. Problemet të testikujve që mund t'jetë varikoceli, që çon në problem të fertilitetit, kështu që është e rëndësishme të paktën një herë të bësh një vizitë urologjike, po ashtu dhe vetë palpimi dhe vizita urologjike kur flasim për kancer të testikujve, që edhe ajo, edhe pse është më pak frekuente se sa problemet e prostatës, janë prezente, janë sëmundje që duhen prekur në kohë dhe është e rëndësishme që të bësh një vizitë për të kuptuar nëse je drejt atij problemi apo jo.